tifozja me Gjermanin, po Gjermania nuk është ma në ashtu, po më pëlqen me fitu Franca. Kishë me thonë në finale janë Argentinë-Francë. Edhe inshallah Franca i merr. Por si ekip, si skuadrë, thonë, është më mirë Franca, se çdo ekip tjetër në këtë kampionat që njerëzit janë ty e pa ty e ndjek. Për ju, cila prej tyre keni dëshirë të shpallët? Franca. Në kam qef me pa futboll të bukur, kusht tjeti zoti ta vedoj. Iknaqur për këtë botror? Pa, i bukur, shumë i bukur, shumë i lezetshëm. Me gjithë se i fijem në orë të vona, po që këna qa bëhem duhet me sakrifiku me ndaj me i pa. Kush mendoni se e fiton botrorin? Sa din, Franca është si duket ma dominante në tëna, po edhe Argentina nuk është largë. Em tifoz i Brazilit. Po ta që me fitu Brazilit, po e disha se nuk ka ekip mirë, po të shtëm se Franca fitan. Franca më duket ekip shumë i mirë, sulmin sidomos e ka shumë mirë. Franca Angli tha më në finale. Me italian jam, po tash Italia s'është me Francin. Pa tjetër, s'diskutohet nga që edhe unë dikur kam luajt edhe me ekipet e moshave të Shkodrës, po e shohim këtë kampionat botnor, për mendimin tem shoh një finale Franca me Norvegjin. Sepse Norvegjia po tregon jo vetëm që prej Haaland, që është një sulmues i jashtëzakonshëm, por ka edhe një ekip shumë kompakt, edhe mendoj që do të bëjnë surprizën këtë vit. Po tjetër, me gjithse ekipet që kena dashur në konik, por ka met Franca mendoj edhe unë për është më mirë se tana ekipet. Është shumë më nel. Ekip që për mendimin tim puri teket e ban golin. Kështu e shoh unë si futboll, si e një futbollin. Por unë kam kënë me Italinë, por vazhdoj me kënë me Argentinën. Por prap shoh më shumë mund të fitojnë Franca. Mund kemi një finale Francë-Argentinë? Po, aja do të ishte kënë, dhe më thonë, qërshia mi tort, por prap më nel të shoh Francën. Me gjithatë unë kisha dashur me fitu Argentina.